Përshëndetje miq të Primus Kids, sot jemi në puntatën e radhës dhe ndryshe nga herët e tjera nuk jemi më me fëmijë të vigjit, por me një adoleshente. Ideja për qenë në këtë puntatë me një adoleshente nisi nga fakti që unë nuk kuptoj as pak memet e ditëve të sotme. Akoma më keq jam me gjuhën e adoleshentëve. Për qenë akoma më afër kësaj gjuhe, jam sot me Hana. Që kemi? Atëherë, Hana, unë kam bërë sot një listë të gjitha shprehjeve që kam dëgjuar nga adoleshentët dhe realisht do doja shumë të mi përktheje sepse ndihem shumë lost. Një nga shprehjet është që unë kam dëgjuar gjërësisht është shpreha kap. Çfarë do të thotë? Kap do me thënë kur njerëzit morin ndonjë lajm të mirë ose të keqe dhe thujnë aje seriozisht ose aje duke gënjur, do me thënë are you capping? Kap do me thënë gënjur. Okej. Një tjetër shprehje që përdoret është chill. Çfarë do thotë chill? Chill do me thënë kur njerëzit janë shumë të relaksuar ose nuk kanë kështu stres ose ndonjë gjë dhe thojnë I'm chilling ose jam duke chill, do me thënë. Jam duke relaksuar. Duke shijuar kohën. Po. Një tjetër shprehje që e dëgjoj nga adoleshentët është delulu is dhe salulu. Kështu thuhet? Delulu dhe salulu është kur njerëzit janë shumë pozitiv dhe mendojnë që është krejt gjithë bota rreth tyre, edhe thënë që është zgjidhja sepse nuk je shumë kështu negativ ose mërzitur. Gjithmonë pozitiv duke shijuar momentin. Po. Okej. Po ti, Hana, bën pjesë të ky grup? Nga një herë kur kënaqem shumë për një gjë, bëj me çik delulu. Rasti që bëhesh delulu për shembull? Është kur mor ndonjë notë të mirë ose kur mor një dhuratë, bëjmë delulu. Unë jam gjithkohë simpat. Ate and left no crumbs. Çfarë do të thotë? Si shpjegohet? Është kur një njeri, për shembull, veshën shumë bukur ose bën një talent ose veprim shumë bukur, edhe njerëzit thojnë you ate and left no crumbs. Që është perfekt. Po. Një nga të paktat shprehje që unë kuptoj është I'm dead. Sepse e them gjithmonë për veten time kur jam shumë e lodhur. A ka të njëjtin kuptim apo jo? Nga një herë është edhe kur bëjnë shumë humor ose shumë gallata për qeshur, edhe thojnë I'm dead sepse jam kështu shumë për qeshur. Ka arritur majën e kënaqësisë. Po. Okej. Nuk është fare melodja. Nga një herë. Nga një herë, okej. Një tjetër shprehje është you nailed it. A e përdorni ju gjërësisht në shoqëri? Po e përdorim sepse ne kishim pas shumë momente që bëshim një gjë shumë bukur edhe sakt, edhe për herë kur e mbarojnë atë, i themi ne you nailed it për kështu support ose për të ndjerë më mirë. Më parë mendoja se adoleshentët kanë thjesht disa shprehje frazeologjike të tyre, por tani që po të dëgjoja mendoj se ju keni një fjalor komplet ndryshe. Nuk e di, ky fjalor juaj, nga se vjen, cili është burimi, rrjetet sociale, TikToku, Instagrami, çfarë ka ndikuar më shumë? Më shumë ka ndikuar TikToku dhe rrjetet sociale të tjera, ka edhe ndikuar edhe shumë online ose tek shkolla. Shkolla. Të rinjt janë të gjithë të agjonuar me këtë lloj fjalori apo ka të rinj të cilët nuk bëhen pjesë e këtij fjalori? Unë mendoj që krejt janë në grupin e fjalorëve slang edhe tek memet. Okej. A krahasohen adoleshentët e sotëm me njerëzit online, a ndikohen nga rrjetet sociale? Mendimin tim, për mua nuk ndikohen, por për njerëzit tek shkolla ose tek njerëzit online që i shohin, i ndikojnë sepse mendojnë nëse do ishin në vendin e tyre. Mendon se shoqëria e sotme është e detyruar të ndihet perfekt online, të vishet bukur, të përdorin filtra, të shkojnë në vende që të tjerët nuk kanë qenë? Po, sepse se mund t'i shohin shumë njerëz në videot, edhe mund që ndonjë koment shumë negativ dhe shumë të keqe për ta. Online duket gjithçka perfekte, pasi gjithë kujdesen si shte edhe ti të duken në perfekcion. Por në të vërtetë, në jetën e përditshme, sa e vështirë është të gjesh një shoqe të mirë, që të përshtatet, që ti mund të kalosh kohën mirë me të? Unë kam shumë shoqe që më përshtaten në shumë kategori të ndryshme,
Njëra në kërcim, njëra në këngë, njëra për personalitetin, njëra nga pozitiviteti, ka edhe plot të tjera. Sa po më the që ti ke disa shoqe me të cilat ju bashkojnë arsye të ndryshme. A ndihet ndonjëra xheloze kur ti kalon më shumë kohë me njërin nga ata? Mendoj që ka ndonjë xhelosi të mirëfill, po ka hatërbetje kur gjithë të fol me tjetrën më shumë. Okej. Dhe si e zgjidhni ju xhelozinë në moment apo hatërmbetjen e momentit? Kur jem duke fol me tjetrën, e morë të bashkohet edhe që të folim këta bashkë. Okej. Çfarë do i thoje një vajzë tjetër që mund të ndihet keq me veten, që mund të jetë pjesë e grupit ose jo? Në fillim do afrohesha për të kuptuar çfarë problemi ka, edhe ta ndihmosha edhe t'jap suport. Okej. Cilat janë problemet më mëdha që hasni ju si shoqëri sot? Ndihet bullizimi në moshën tuaj në adoleshencë? Bullizmi është prezent dhe shprehet në forma të ndryshme, sikur komentet, epitetet e tjera. Kuptoni ju kur një fëmijë ndihet i bullizuar por zgjedh të shtiret sikur është mirë me veten? Kuptohet kur njerëzit të bullizuar rrinë veçmas dhe bëjnë sikur janë të fortë. Nuk u intereson se çfarë ndodh përreth. Je i rritur mendon se fëmijët nuk kanë asnjë lloj stresi, por nga ajo që po flasëm dhe dëgjojmë përreth për pjesën e bullizimit, mendojnë se të rinjt sot përplasen shumë me pjesën e presionit psikologjik. Nuk e di cila është pjesa më stresuese e shkollës. Më shumë më streson kur ka shumë teste në një ditë ose ka shumë projekte që duhet bëhen për një muaj. Jem më shumë nën presionin kohë që duhet ti dorëzosh në kohë detyrat apo ti bësh në kohë testet apo presionin për qenë perfekt në çdo gjë që ti bën? Personi që du t'jenë në kohë. Të Gjëra. dorëzohen në kohë. Kanë fëmijët sot frikë të dështojnë, që do të thotë nëse ju jepen projekte, i dorëzonin në kohë, por nëse nuk arrinin në vlerësimin maksimal, a ju pengon kjo për t'u motivuar për projektin e radhës? Ka raste që po, Mhm. sepse fëmijët nuk duan ta bëjnë një gabim prapë në lëndët e tjera dhe të shkaktojnë më shumë probleme. Çfarë probleme mendon se do shkaktonte në projektin e radhës të bërit gabime sërish? Shkakton kështu nota, edhe vlerësimi i vazhduar, ndoshta edhe të ulet notat në pikë. Po më thua që ju ndiheni nën presionin që duhet me patjetër në të ardhmen të bëheni dikushi. Po sepse shumë prindër kërkojnë kështu të marrim shkollën e lartë ose të bëjmë një punë si doktoresh ose avokate. Por në të vërtetë çfarë doni ju? Më shumë kërkojnë fëmijët të janë influencer, aktore, një gjë më interesante dhe më të jenë më të lirshëm. Atëherë çfarë do ju thoje ti sot prindërve që kanë një adoleshent në jetën e tyre? Që t'i lejnë fëmijët e tyre të bëjnë interesat e tyre dhe të rritin ëndrat siç duan ato dhe të rrinë afër në momentet e vështira. Çfarë ke frikë ti të humbasësh teksa po rritesh? Kam frikë se humbas lirinë për të shijuar jetën pa përgjegjësi. Gjatë kësaj puntate sot, më kujtoi një shprehje shumë interesante e Sokratit, e thënë mijëra vjet më përpara, ku thuhet që fëmijët duan luks, kanë sjellje të këqija dhe nuk dëgjojnë autoritetin. Por në të vërtetë, teksa po bisedonim me Hanën sot, Ne kuptojmë që problemi nuk janë adoleshentët që flasin ndryshe, por jemi ne që nuk jemi afër jush për t'ju dëgjuar. Prandaj prindër, jeni sa më afër adoleshentëve dhe dëgjojeni sa më shumë.